Libri Masakrat në Kosovë 1998-1999 i autorit Shkëlzen Gashi u përurua në Universitetin e Tetovës. Ky libër paraqet një punë të thelluar kërkimore mbi krimet e kryera ndaj popullsisë civile gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe synon të ruajë kujtesën historike përmes dokumenteve, dëshmive dhe fakteve të pakontestueshme. Autori Shkëlzen Gashi tha se ky libër lindi nga nevoja për ta dokumentuar të vërtetën. I frymëzuar nga përpjekjet e Bosnjës për të kujtuar krimet e luftës, ka vendosur t'i identifikojë dhe t'i përmbledh në një vëllim të vetëm masakrat e kryera në Kosovë më 1998-1999, jo vetëm si fakte, por si dëshmi morale të një kohe kur njerëzimi u vu në provë dhe ndërgjegjja nuk guxon të heshtë. Libri i përmban gjitha masakrat që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës 98-99, domethënë gjithsej 105 masakra të identifikume, po jo të gjitha janë dokumentume, vetëm 83 prezentohen në libër. Libri është në 3 gjuhë, në shqip, në serbisht dhe në anglisht. Është ilustruar me fotografi, rreth 200 fotografi prej agjencive të ndryshme ndërkombëtare të lajmeve janë marrë dhe janë futur në këtë libër. Është promovuar në shumë qytete dhe universitetet të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po nuk është promovuar asnjëherë në ndonjë qytet shqiptar. Libri është bëtuar 2 herë, një herë është bëtuar 2000 kopje, mandej është bëtuar edhe 1000 tjera, edhe qëllimi është që deri në fund të vitit libri të shndrohet në website dhe njerëzit kudo që janë nëpër botë kanë mundësi që pa pagesë dhe pas një pengesë të kenë çanse në libër. Përndryshe, libri Masakrat në Kosovë 1998-1999 është promovuar në shumë vende të botës, por Tetova bëhet qyteti i parë shqiptar dhe Universiteti i Tetovës institucioni i parë akademik shqiptar që organizon promovimin e këtij botimi të rëndësishëm. Ky fakt e bën ngjarjen jo vetëm kulturore, por edhe simbolike për kujtesën historike dhe akademike shqiptare, duke e vendosur Tetovën në qendër të diskutimit shkencor mbi një nga periudhat më të dhimbshme dhe më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare.